Ju përshëndes, mirëmëngjes të gjithëve, sikur të mos mjaftonte trafiku nëpër Tiranë, sikur të mos mjaftonte edhe shiu. Kështu që shpresoj që shumica prej jush të kenë arritur në punë, në orar, në shkollë e në destinacionet tuaja, kështu do të jetë e gjithë dita dhe gjithë java sipas meteorologëve. Gjithsesi këtu në Reze Dielli ne jemi plot energji edhe plot motivim, sepse të tilla janë dhe personazhet që do të vinë sot në studion ton për të na treguar se si mund ta bëjmë këtë vit ndryshe. Duke nisur nga vetja jonë, duke nisur nga veprimi, që të mos kemi atë hendekun midis atyre dëshirave që duam të realizojmë dhe veprimit që ndërmarrim për të realizuar ato. Në ndiqni, kemi dy zonja të nderuara, të cilat vinë në studion tonë për të folur edhe për eksperiencën e tyre vetjake, po ashtu edhe për t'ju dhënë këshilla motivuese, sidomos për këtë janarin blu, për këtë janarin e fjetur, këtë janarin që shpresonim të ishte i ftohtë, këto ditë nuk po bën aq ftohtë, por gjithsesi ne duhet të zgjohemi në mënyrë që ato ëndra, dëshira që kemi, objektiva që kemi vendosur vetes ose që nuk e kemi vendosur por duhet t'i shkruajmë, të ne realizojmë për gjatë muajve të tjerë të vitit. Do të shkojmë tani në kuzhinë, është radha për të nisur me recetat fillimisht, na pret Albana. Dhe ja, fillojmë me njerë me recetat tona, mirëmëngjesi, mirë se të gjeta. Ne kemi arritur herët sot, duke parashikuar këtë rrëmujën, këtë shiun, këtë përmbytjet, këtë trafikun, edhe sigurisht nuk ka trafik kur bëhet fjalë për receta për gatim. Trafik në rrugë dhe... Që do gatuash sot? Trafik në bisedë. Sot do të heqim edhe dekorin, mbaroi dhe muaj festiv. Sot hiqe. Në ujin e bekuar për shumë besimtar të besimit ortodoks, sot është dhe dita e ujit të bekuar, që shpresojmë që ky shi që ka rënë të jetë sa më i bekuar për gjithë. Po, se funderit gëzojnë të gjithë ditën e emrit, ato që kanë, qa është to, fani, këto... Sipas besimit ortodoks. Atëherë, bas besimit të stomakut që ne kemi dhe të buxhetit e xhepi, unë sot vendosa të bëj, kemi këto kim me vezë, kim me qep, kim me presh, këtu qëndrojmë. Pra kam qepën, gjë që unë e kam kaluar në blender, kam lënë gjithmonë mos harroni të vendosni tiganin në zjarr. Tek tigani në zjarr, shtoj pak vaj dhe masën e qepës që unë kam. Nëse ju doni t'i jepni një shije pak më të veçantë, vendosni qepët e njoma, ose kur thoni qep për qep, vendosni një presh. Teksa e marr pak sa me të mirë dhe e zbus me që ka rënë edhe shi shumë, e zbus me një lot ujë. Pra recetat që do ta ndjekim të shkruar është një lloj kime me vezë. Me vezët tona orita. Ralotit e kima dhe u bën kima fare. Atëre kam preshin. Dushë gjetur një më rim të pjesën. Është ndryshe. Tani, ti shtove dhe qepun edhe preshin. Po. Jep një shije për t'ja përshtatur edhe stinës. Ma ekstra. Pra ka, përveç se qepës preshit që po e gatuajmë, dihet që janë dy përbërësit kryesor në çdo gatim pothuajse, ne shohim të tjerë përbërës në recetën tonë të shkruar, ju duhen 4 vezë të freskëta, receta do t'i hidhet në YouTube-in tonë me emrin vezë me salcë domate në furrë, për të cilën na duhen 4 vezë të freskëta, një qep mesatare, një kuti domate të qëruara, 15 gram gjalp, gjysmë luge çaj sheqer, 80 gram krem qumshti, krip piper, majdanos të grirë dhe pak qep të njoma ose presh të prera në kubik dhe të zbutura paraprakisht në mënyrë që të mos ndihen aq shumë gjatë konsumimit. I pres në kubik domatet, pak se me jo tomate roz. As pomodorini, se duam pak të trajtosh mirë domaten, faktikisht. Edhe. Më duhet gjalpi, si kurse më duhet edhe uj. Do t'i bëjnë e tava individuale. Pra, 4 vezë të freskëta, 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 4 vezë të fresk
gjë që kam gjalpin. Dhe gjalpin më duhet diku tek 15 gram për 4 tava. Vendos edhe më pak, se nuk është se është ëmbëlsirë edhe më duhet pa tjetër. I jap një trafik bisedës time. Hapni pak rrugën, se do flas. Ja, opa. E hapa dhe rrugën. Preshim pjesën tjetër për të qëndruar. Besnik në shije, nëse ne nuk kemi qepën e njom. Kur qepa djeg, kemi një shpreje kur djeg qepa, pa tjetër vendoseni pak në ujë që mos i djegi. Është për kopshtarin kur djeg qepa. Po. Të ujë për përpara. Edhe pak ose fare ujë, duke e ndihmuar me pak skrip, kam marrë dhe pak sheqer, sepse kam haruar. Të ta vendosim të piqet në furrë më pas? Po. Edhe pak sheqer. Që të shtojmë vezët në fund. Duket kokra, sepse është më e... Ka dhe krip dhe sheqer. Ka shkëlqim më tepër. E kam vendosur pas syze këtë gjë. Ka dhe krip, ka dhe sheqer. Sheqeri, për ta karamelizuar paksa, shtoj dhe pjesën tjetër. Dhe, ups, më janë. E din shumë mirë që preshi është më delikat, përmban më shumë ujë si qepa, dhe prandaj unë e shtova në pak më vonë si qepa. Do të shtoj këtë pjesën e salcës. Dhe tani me radhë, nuk harojmë, e di që do qeshi diku shtu nga djemë, furrën e para ngrohur, sepse atë gjë më thanë në mëngjes, mos harosh furrën e para ngrohur, ja që e vendosa. Ku do shkojmë ne pa ngrohur furrën, se duam që t'i nxjerrim pastaj në fund receta të pjekura, të përfunduara, edhe për ta parë të plot zonjat tona. Do marr, unë vendos 3 tava individuale. 3 tava balti. Shtoj pak gjalp. I lata aromën e shijen e mirë. Dhe tavat si që kam, do t'i vendos në furrë. Që të shkri dhe të ngrohem pak. Po. Edhe të shkri gjalpi. Të tilla i marr dhe i vendos. Pra, kemi ndarë punën në këtë fazë që jemi, në 2 procese. Një tigan që ka urdisim qep presh dhe salcën me copa domatesh, jo ajo salca e koncentruar e trasha, që përdorëm edhe dje. Të realizojmë tani një formë gjelle të tillë. Do të shtoj domatet, sikur se kam dhe një domate tjetër. Janë të ndryshme gatimet në familjet tona, në ditët me shi. Ne kemi sjellë her pas here edhe këto ditën e gatimeve në ditë të ftohta, për shembull, po sot nuk është aq ftohtë, paktën në Tiranë. Po sjellim ditë të ndryshme, fjala vjen. Nëse ne do t'i pyesnim zonjat tona, çfarë gatuajnë sot si ditë me shi? Gjëja e parë që u shkon në mendje është po hedhim ca fasule. Ose dhe gatime të tjera. Faktikisht, vëm fasule mban kampion ditën e hënë. Po. Po ka dhe familje që kanë të premte. Po patjetër që vetëm ushqimi nuk ka. Dhe ja mund të na e thonë, se kam shumë kuriozitet duke na telefonuar nga qytete të ndryshme, nga zona të ndryshme, ne kuptojmë dhe si është koha, si është moti rreth parë, duke qenë se edhe në fleshin informativ apo në lajmet me titra që komentohen edhe që shkruhen nga kolegët tanë,
Po shohim përmbytje në disa prej qyteteve të Shqipërisë, ku reshjet kanë vijuar përgjatë mbrëmjes dhe orëve të para të mëngjesit dhe deri në momentin që ne po flasim. Na telefononi për të na raportuar ju tashmë se si është koha në qytetin tuaj, apo bie shumë shi, dhe mbi të gjitha për të na treguar se çfarë gatuani ju në ditët me shi. Të raportoj dhe unë me radhën time që ishte hodha pak krype, pak piper. Dhe kjo raportim është. Ne raportojmë për çdo gjë që ndodh këtu. Po të doni mund të shtoni bimë aromatike, ose në të kundërt, nëse do të jepni prapë diçka më specifike, që të veçojë në shije, shtojmë pak trumëz. Ose majdanoz, ose trumëz. Unë zgjodha të shtoj pak trumëz. Është një bimë shumë e mirë, më të veçantë. Po. I jap sërisht një përzierje. Do të shtoj pak pana, është ajo. Pana që të japi atë kremozitetin. Në të njëjtën kohë edhe ekuilibron pak, e zbut pak shijen. Megjithëse domatja, qepa, preshi kanë shije të forta kur gatuan, aciditeti domates gjithashtu, pana fillon dhe ekuilibron nga to pak. Pra, ky gatim, vetëm ky lloj gatimi, të them të drejtën, nuk ka kufi. Pra, e gjen çdo lloj shteti e gjen këtë gatim. E drejtë, po. Presim një telefonat, ka rënë Zilja. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Alo. Përshëndetje, ju dëgjojmë. Mirëmëngjes, mirë se erdhët përmes zërit këtu në studion ton. Po, ku jeni ju? Te Albana? Po, ne jemi. Ne jemi. Po. Ne jemi në studion, na ka ardhur zëri juaj. Te Albana? Pro, te Albana jemi. Nga po na telefononi? Dhe ju lutem nga Vlora. Bieshi në Vlorë? Po. Po bie shumë shi. Apo ju bie shi nga Vlora? Ju lutem na dëgjoni nga telefoni, sepse është më pastër. Po më dhe t'je shik me këtë filën. Zonjë, ju po flisni me Reze Dielli, apo jo, jeni e qartë? Mirë, ju lutem kur të na telefononi tashmë e dini, na dëgjoni vetëm nga telefoni, jo nga televizori, sepse nuk na dëgjoni mirë ashtu. Nuk kuptohemi mirë. Zonja ishte nga Vlora, shi po binte, kaq informacion morëm ne. Vazhdojmë tani me... Atëherë, duke hedhur kremin panën, fillojmë dhe japim, patjetër nga fjala krem japim një kremozitet. Shkoj dhe shikoj tavat. Marim tavat tani. Tek tavat thuam nga pak gjalp, që dhe ato të nxehën dhe gjalpi të shkrit, marrë atë aromën e këndshme. Mirëmëngjesi, mirë se erdhët, kemi një tjetër telefonat, Zilja erdhi me një herë në studio. Mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Kë kemi në linjë? Mirëmëngjes. Një zonjë nga Berati. Një zonjë nga Berati, të përshëndesim. Faleminderit që telefonove. Përshëndetje, faleminderit juve. Më thuaj, a bieshi në Berat, apo bieshi? Po, shi është, po. Bieshi. Si jeni? Shumë mirë. Gëzuar një vitë të mbarë dhe ju. Gëzuar. Ishte duke na ndjekur, po përgatisim vezë me salcë domate në furrë. Ju çfarë keni gatuar sot për drekë? Çfarë do gatuani nëse? Unë do bëj lakror me lakrat e egra. I ke mbledhur, i ke në ngrirje? Jo, i kam mbledhur që jam në fshat. Aha, dhe i ke aty në obor. Super. Ne bën me miell gruri, apo me miell misri? Me miell misri. Miell misri si që bën Albana aty. Kam parë Albanën edhe që bën Albana. Sa mirë. Rof, falenderit. Mirë. Ju bëft mirë dreka dhe faleminderit që na telefonove. Falemderit, shumë falemderit. Edhe ty të lumë të goja? Kalofshi mirë. Çfarë punësh bëni tani në fshat? Tani nuk ka më punë, jeni kështu pak më të qetë, apo jo? Apo keni aty në obor diçka me çfarë merreni? Po. Gjëra të vogla, jeni më të qetë. Shijoni ato frutin e... Tani, po,
Mbarua mullirin, tani po rrim. E po mirë, Robi duhet që ndroj dhe Të pa? çlodheni. Për ta nisur përsëri nga pranvera punën tuaj në fshat. Faleminderit të dashur që telefonove. Pastaj fillojmë punën prapë nga e para. Po. Faleminderit juve. Edhe ne faleminderit. Të urojmë ditë të bukur, ditë të mbar, një ditë me shi, ca gatime të shishme, një kafe, një çaj, një ekran aty edhe shtyhet dita. Me miq, me shoqe, gati fiksi pas ke bërë. I ke llogaritur për të treja tavat. Tani dhe veza si për tyre dhe do ta vendosim për të pjekur. 3 vezë Vital, i ndyra sipër. Po. Niki me këtë lugën të lutem, një gropëz. Po. Sa të ashtu sa të. Bravo. Largohet të lumt. Edhe këtu. Se është nxehtë, kujdes. Që të më thua që të doj që amoj. Ndërregjur duar. Flit, maj Albana. Se mos të del me 2 të verdha, se do njerë të vezët të Vital dalin... Duke se janë me 2 të verdha, më duket. Dale. Një. Kalojmë dhe të tjetra dhe do të kemi një kërkes nga regjia. Është momenti tani që do të shkëputemi për mesazhin nga prostata. Të lumt. Direkt në furr, kështu përfundon dhe receta jonë e parë, rikthehemi shumë shpejt, një shkëputje e shkurtër promocionale. Pakës piper. Edhe ne po bëhemi gati ndërkohë për të vazhduar me recetën e dytë. Tani tek tava patjetër që të mos të krijojë avull edhe të mos thahet. Dhe kështu e vendosim në furr. Po. Tani vazhdojmë dhe shpjegojmë pak çfarë gatuajmë në pjesën e recetën e dytë. Le të bëjmë një bukë integrale me miell thekre. Ja. Okej, do të përdorim mielin e thekrës, ju shoh dhe integralen. Po, ato dyja. Po, të dyja. Edhe integrale edhe me miell thekre. Mirë. Pra, 300 gram miell integral gruri dhe 200 gram miell thekre. 10 gram maja e thatë, 25 gram maja e freskët. Një lugë çaj krip, një lugë gjelle mjalt ose sheqer kaf që të aktivizojmë majan. 350, 400, 380 do të shohim sa do na marri ujë të vakët, 2 lugë vaj ulliri, fara të përzjera, 80-100 gram, një grusht pra, lule gjelli, kungulli, liri, susami, kia, çfarë të doni, ose të gjitha bashkë, ose 2-3 prej tyre, çfarë të keni ju. Tani fillojmë të realizojmë. Janë këto paketimet me ngjyrë kafe të miellit Ola, edhe integrali edhe thekra. Mund t'i bashkoni, mund të përdorni njërën ose tjetrën, varet se sa të vëmendshëm dhe të kujdesshëm jeni. Te majaja. I ke tretur të dyja, edhe ato të freskën, të butën, edhe të thatën. Majaja aktivizohet me sheqer. Pra që e frym bukën. Sepse pak më e vështirë në fakt nga mielli i bardhë për të fryrë buka me mielin integral apo me mielin e thekës, por do ta provojmë me majan tani për ta realizuar dhe ta shohim deri në fund. Shtoj 2 lugë vaj. Parakiarat. Susam. Dhe çfarë lloj fare tjetër të jetë, hikër. Shumë e mirë, unë kam vendosur hikër këtu. Dhe e ndihmoj me ujë të vakët. Me ujë të vakët. Nuk kam nevojë të bëj sitjen e miellit. E dim shumë mirë që në miellin thekër apo integralin, kur ne kërkojmë ta sisim, dalin krundet. Ato e bëjnë integral. Ajo është ato e bëjnë të mundur që nuk kalon në sit. Po, që të tretet më kollaj, kanë fibra. Kalon kripa këtu po. Dhe këto fara që unë shtova, sidomos hikra, ka fibra, dhe prandaj hyn gjithmonë ushqimet superfood. Po. Sheqer
kaq sa më duhet dhe jo më tepër sa nuk më duhet. Sepse mi jep një ëmbëlsi. Nëse ne duam, dim që mielli i zi ka një shije tjetër, jo si mielli i bardh. Mielli i bardh vjen me i ëmbël dhe për të bërë bukën pak më shije, unë i shtoj sheqer ose mund të shtoj pak zmjalt. Në të kundërt mund të shtojmë edhe me las. Shumë nga ju nuk e njohin këto, por janë produkte që kanë shumë vite që janë, kanë dekada. Sheqeri ka mbi 56 emra, ndërto një tjetë dhe melasa. Do të shtoj. Të tjerave. Pak rëndësi ka 200 a 300 gram nga çfarë do lloj mielli. Niki tani ti ke syt në rregull. Po kam këto shiritin mbrapa. Transparenca, do t'i shtojmë ne tani, kjo është thekra. Ja. Shtojmë edhe pak nga mielli integral. 500 gram mua më duhet që të jetë brumi, po tani edhe më shumë, po nuk është problem. Ska problem. Para çfarë shije do të dominonte, që do donim ne të dominonte. Mjafton të jetë një miell i mirë, integral, cilësor, të ketë të pranishëm atë me motive. Hajt në duhet, sa të tregojmë. Kjo është për prerjen e qepet e njoma. Por i rash për shkurt. Jepja ashtu shkurt, mos e vrit mendjen. Si në shtëpi. Bravo. Shumë mirë. Dhe ledhon sa ta. Ja ta punojnë qikës. Edhe ishte. Se din nëse mund të dalloni edhe pranin e krundeve. Po do të bëjmë diçka, jo, do marr një thik. Bëjmë diçka tjetër, me qenë se edhe koha premton e duam ta realizojmë, për kaq gjë. Si mund ta kuptojmë? Ja, regja do na ndihmoj tani të kuptojmë pak se si ndryshon mielli i integral edhe mielli i thekrës këtu. Do hapa në qikë punë, po s'ka problem, mjafton të dallojnë. Vërëm, ti do të lodhësh? Mirë, shumë mirë. Thash do shkruaj Albana aty, po jo. Dhe, aja është gjithmonë asi, një me yll këtu, jemi të dy jemi me as, ka? Aj shumë e përdor ti këtë mielli dhe aj shumë ke folur për këtë miellin sa mund të ishte Albana, Ola, aty bashkë në një. Pra, e bëm për të kuptuar, nëse mund të afrojmë pak, për të kuptuar ato krundet e vogla, që e bëjnë ato mielin integral, pra nuk është zhveshur komplet kokra e grurit, por ka fibrat, të cilat na ndihmojnë për të tretur më mirë, për të tretur më shpejt, për të mos kaluar direkt sheqeri në gjak, nga mielli i bardh. Kjo është arsye që ne do ta përdorim shpesh edhe ta kemi si prioritet, edhe kur gatuajmë bukën dhe kur e blejmë. A do një më të madhe për atë tash ti. Pra, unë e anashkalova masa, që të bëj në bas të tavës. Po. Ashtu dhe. Por, me kaq sa shtova unë, më duhet më tepër vaj. Dhe e punoj. Do punohet, pra ka farat, lloj farash, ka mielin integral, mielin e thekrës, dhe ne na bën të mos ndihemi keq në faj kur konsumojmë pak më shumë racion buke. Ne shqiptarët e duam bukën, por nëse zgjedhim për shembull të kombinojmë, të shtojmë fara të paktën ose të përdorim një miell të tillë, e bëjmë atë më dietike, bëjmë më të shëndetshme për trupin tonë. E mira, shiko, nuk është njësoj si brumi tjetër. Uji duhet jetë i vakët. E punojmë edhe pak. Hop. Do ta vendosim në një tavë balti. Të lutem, një letër aty, e ta lëm pak që të qëndroj. Po do ta lëm të qëndroj. Të gjithë bruma duhet të qëndrojnë. Ja. E lëm të qëndroj aty ku është, ndoshta duke e punuar nga pak. Duar. Dhe ne shkëputemi për publicitet tani. Edhe qëndron edhe. Rikthehemi shumë shpejt pas reklamave. Mirë se erdhët në pjesën e fundit të gatimit tonë, siç e shihni, kemi lënë mjaftueshëm kohë bukës tonë me
miell thekre dhe me miell integral. Tani është momenti që ta vendosim për të pjekur në një letër pjekje. Edhe në një tavë të mirë, tavat për pjekjen e bukës janë nga më të ndryshme sepse dhe ato luajnë një rol të rëndësishëm në mënyrën se si piqet dhe shihen që merr në fund. Gatimi jo vetëm buka. Ndërkohë tavat të tjera që janë vendosur në furr janë të recetës së parë. Nuk ngjit, pra buka ka qëndruar, e tillë do të jetë. Një fije nga peceta. E bezës. Prandaj e mira është që t'i vendosim gjithmonë në beze. Edhe pasi të jetë pjekur. Do të shtoj pakës vaj. Edhe me gatimin e parë që përgatitëm, me vezët në furrë me salcë me domate në formë kime, shkon shumë ky gatim në atë praktikën dhe rutinën e ngjyerjes. Sërish do t'i vendosim fara, po. Tani me këto vendosin e farave sipër ka marrë tamam atë formën dhe pamjen e bukur të bukës së zezë me fara integrale dhe thekër, e mirë, e shëndetshme. Duket si e pjekur ende pa e vendosur, kështu ta vendosim të vazhdojmë këtë proces, edhe më pas ashtu të ngrohtë, ta thyejmë dhe imagjinoni se çfarë shije të mirë që do të ketë marrë. Ka vend aty Albana, do t'i sjellim tavat. Sjellim tavat, një sekondë që mos. Bukuri janë mpiksur vezët. Një pamje nga sipër për të parë rezultatin e recetës së parë. Ju do ta lexoni, do ta ndiqni po ashtu edhe në kanalin ton në YouTube. Ja, ky është rezultati final i tavave tona. Lexoni për më tepër, për ato anvisa që sapo ju bashkuan ekranit tonë. Ndërkohë dhe buka është duke u pjekur, të dyja receta do të jenë në YouTube, Reze Dielli. Klikoni në YouTube Reze Dielli, ju dalin të gjitha recetat. Sa kohë kemi ne? Kemi edhe pak minuta. Të bëjmë një detoks? Bëjmë një detoks. Se na duhet, janë këto ditët e janarit, që kemi shumë për të folur edhe për to, për të arritur në veprime konkrete. Është më e mira jote që di të bësh. Dhe kur bëhet fjala, kur e themi që tani do fillojmë me dieta të shëndetshme, me regjime stil jetese, jo vetëm me fjalë, por edhe me vepra, sepse ka një indeks, siç e thash dhe në hyrje, për atë do të flasim dhe me zonjat pak më vonë, midis asaj që duam të bëjmë dhe asaj që duhet bërë. Kështu që le t'i marrim veprimet në mënyrë konkrete. Urdhëro. Një smoothie pastruese për trupin, nda edhe çik më shumë, apo e kemi fikën e pret. Me çfarë? Me kastravec, me selino dhe me moll jeshile. Shtoj dhe pakës ujë. Po të t'i shtojmë edhe ujë patjetër se e ndihmon. Dhe? Kemi shtuar të treja edhe selinon. Këto janë shumë të mira. Nëse ju për shembull nuk pini ujë, nuk konsumoni ujë si puna ime për shembull, shumë mirë kastravecin e vendosni në gopë. Merë ujë shimë e kastravecin. Derisa ajo të bëhet një masë homogjene e tillë. Një për ty e një për mua. Shumë mirë. Nëse ti e do me shije më të fuqishme, kastraveci apo molla, fare problem. Kjo është gota jote. Dhe kjo është gota ime. Vendosi edhe këto të tjera të luta. Të bëjmë disa. Po disa që ta pim tani direkt, po. Ne. Gëzuar. Ja të paça. Shumë e mirë. Vazhdojmë me tjetër për 2 veprime të thjeshta, pra. Pra, mund të merret një tufë ose 2-3 deg selino dhe i kemi për gjatë ditëve të javës. Vendosim më shumë mollë. Në varësi të asaj që duam të dominoj, të shijes që duam të dominoj. Edhe këtë nëse e bën një esëll akoma dhe më mirë, nëse e konsumon një esëll. Mos u bëni. Edhe me kivi nëse zënësojmë ose se kemi ndonjërin provë. Bles kivi është duket njësoj sikur ne shtojmë farat kia. Këtu për shembull e bëjmë pak më të hollë, shtojmë farat kia dhe është forma e pudingut. Jepi dhe një gëzhe, edhe jemi
Në më të mirën, ja, e të Do na bësh për ditë deri në fund janarit nga një detoks shumë? Të premtoj. Se të paktën Të premtoj që po. 5 minutë në Të fund. premtoj që po. Edhe duke na ndjekur zonjat, Ama se motivohen. ti që më bëre baklavan, që do të ta kesh. Që do gatuajmë apo kemi kohë për të gatuar? 4 minuta, çfarë do duash ti bën për 4 minuta? Pra, nëse ne bëjmë këtë veprim çdo ditë dhe nuk e lëm thjesht në teori Atëherë, ushqimin i shëndetshëm. shëndetshëm, Direkt bullgurin, kemi bulgur aty, edhe këto drithra të thuaj recetën shëndetshme. direkt ti dhe E jemi shohim në pak rregull. se çfarë kemi tani në minutat e fundit, sepse kjo duhet të jetë e shpejtë përderisa kemi lënë për në fund një sallatë me bulgur, që është jo vetëm një sallatë, por një vakt më vete. Për drekën apo për darkën tuaj apo për mëngjesin, kemi një filxhan bulgur, kastravet, tomate, majdanos, lëng limoni, vaj ulliri, pak krip. Pra, kur ju duhet të konsumoni diçka dhe thoni që e dua të shëndetshme, kjo është ajo mënyra. Në një tas do t'i përzjejmë produktet që tham, mos i harxuam kastravecat për këtë recetë apo kemi? Jo, kam. Okej. Kështu Atëherë, që do t'i bashkojmë në një tas, ja të gjejmë një. e kam ke tasin aty këtu tasin? fare, mos E bukur më lov, fort. hiç fare. Edhe pas ke marrë dhe transparent, shtu si Po sepse ne jemi tenxherja. transparent. Direkt. Kësaj mund t'i shtojmë edhe në një çik limon, po deshe. Unë të paktën. Po, edhe duhet e limonin. gjitha, apo jo? Jo, nuk më duhet e gjitha, se një masë vogël do bëj, nuk është se. desha. Pra. Vëra ty ta shumë. Ja. Ja, me bëjmë ca mënyra të thjeshta për marrjen e lëngut të limonit, pa e se prefare. ke më i fshif. Pa e pre Ke më i fare. fik tjetër aty. Jo, këtë dua, se kjo më preu gishtin vitin e kaluar. Po ajo është ma jep mollën se preva gishtin. Ja, kështu. Inshallah del në një çik lëng. Dole. Lëngun Është tjetër, dhe i but. ma Për kalo sallatën, atje, Po. tek tasi, te tasi direkt. Opja. Çfarë na mbeti nga limoni e kemi për banakun sot, që bëjmë pastrimin pasi përfundojmë me punët tona. Atëhere, lëngun e limonit, po të duam, I shtojmë në një fetë të zmollë. një fetë zmoll është shumë mirë, direkt, e përzijej. Pakës krip, Pak piper, Pakës piper. në marinim një dyshes. pak vaj, por, Çfarë do të asnjëherë nuk shtosh? ju shkon Çfarë do dëm. bësh në një truk tjetër? Marr Jo, atë jo. kanën. Ja. Niki. Pak lëng nga jep një shije shumë të mirë. O pi Shtojmë heq edhe shumë këto. bulgurin, Ja ti i heq gjitha trazojmë këto. mirë e mirë. Dhe e kemi madje edhe për ditën e nesërme. Masën e mbajmë në vajit. frigorifer. Kjo kanë nuk duhet të mungoj. Kemi për pjesën tjetër të stafit, se ne të dyja kemi gotën përpara. Shtojmë edhe bulgurin. Bulguri dhe i bëjmë një i zier jo frazim. mirë. Super. Kaq që thjesht. Madje Një pjatë voçkë shpejt. nëse ne e lëm bulgurin që të ftohet, e përdorim dhe në ditët në vazhdim, apo jo? Dhe kur është i Një ftohtë, herë e zjejmë. është një të voçkël, nuk ka problem. Sa me i ftohtë, aq më mirë. Ja, ikse e marrun, e mora Vogël unë. do ti? Urdhëro. Ja. Direkt. Përfunduam në minutazhin, po. Mbaruam në mbaruam, pra, ja. minutazhin. Të lumshin duart, i lëm aty bashk. Opa. Dhe ju bëft mirë ajo që keni Të kalon gatuar, dhe kjo por edhe këtu, nëse do dhe të jemi? zgjidhni të gatuani recetat që sollëm sot, mos harroni klikoni në YouTube. Faleminderit që jemi pas pak me të ftuara. Të lumshin duart nesër Faleminderit. bashk. Mirë se erdhët në Rezedili. Në fakt, ne kemi nisur bisedën me dy zonja të ftuara në studion tonë, se si mund ta bëjmë këtë vit, një vit më të mirë për gjithsecilin prej nesh. Duke menduar
dhe duke vepruar, që të mos ketë një hendek mes asaj që duam të bëjmë dhe asaj që duhet bërë, patjetër që na duhet dikush që të na orientoj nga eksperienca e tij se si qëllimet tona të arrijnë fazën e tyre finale. Fillimisht ju prezantoj me zonjën Anila Bashllari, mentore, life coach e bizneseve, individëve, mirë se erdhët, kënaqësi që jeni këtu tek ne. Shumë kënaqësi, Niki. Dhe vi gjithmonë me kënaqësi sepse emisionet e tua më pëlqejnë shumë. Kanë përmbajtje dhe japin një vlerë të shtuar për publikun që ka shumë nevojë për të dëgjuar këto tema për shëndetin e tyre disa dimensional, fizik, mental, emocional dhe shpirtëror. Shumë faleminderit. E thënë nga ju merr një vlerë të veçantë. Faleminderit për vlerësimin. Zonja Nexhi Beqiri, avokate e njohur, mirë se erdhët, kënaqësi që u kemi këtu. Mirë se ju gjeta. Uroj që të keni një vit të mbarë, natyrisht me dobi për shoqërinë shqiptare. Unë përveç se sa tha zonja, po të shtoj dhe një gjë tjetër, që ndërsa në tavolinat të tjera, në tryezat të tjera, panelet të tjera, si që themi ne tani, flitet me zë të lartë, edhe ndonjëherë nuk i lën fjalë njëri tjetrit, nuk e lën radhën e tjerë, tek ju ka një qetësi, ka një logjik të gjërave për të folur, njëkohësisht ka si thuash ju zbrisin sa më afër shoqërisë, sa më afër njerëzve, sa më afër realitetit, në mënyrë që dhe njerëzit të pozicionohen të dinë çfarë të bëjnë. E vlerësoj shumë, faleminderit. Shiko, ky është një lloj motivimi, meqense kemi temën dhe për motivim për të vazhduar më mirë akoma përpara. Kështu që faleminderit për fjalët tuaja. Do doja ta nisja me e para punës njërë si e keni njësur ju vitin, pastaj të vazhdojmë të japim ato versionet më të mira për publikun. Nexhi, si e keni njësur këtë vit? E nisë me një plan konkret, apo? Me që jemi në ditët e para të këtij viti, sapo kemi kaluar festat e vitit të ri, unë isha tek fëmijët, ata jetojnë jashtë, por natyrisht në atë vend ku unë kam jetuar, kështu që për mua nuk është vendi huaj, po është dhe vendi im ai, sepse atje, domethënë, edhe kam studiuar, 3 vite të tjera që nuk i mendoja në moshën kur shkova atje, një institut të lartë. Njëkohësisht kam punuar me kontrata pune shumë të mira, që një përvojë shumë e mirë. Kështu që kur ju më pyesni mua se si e filloi vitin, unë kam parasysh që çdo vit që ka kaluar në jetën time, ka qenë një pasuri për mua, një pasuri përvoje, të mendjes. Nuk kam arritur të bëhem coach, si që zonja ka idet e veta, por mendoj se për momentin jam një folse që ndoshta ndikoj mirë pozitivisht e këtë tjerët, njëkohësisht shpresoj që për sa kohë që do t'jem edhe në panelet të tilla televizive, të jem e dobishme. Një zë i fort në problemet cilat shtrohen në media, ku patjetër duhet ndërhyrja e profesionit tuaj. Ju pyeti pak më parë para se të ishim për publikun në ekran, zonja Nexhi, ku është ndryshimi midis një mentore dhe një coach? Në ditët e sotme, duke qenë se janë terma të viteve të fundit dhe publiku duhet i njohë patjetër. Është një pyetje shumë interesante në fakt që shumë pak njerëz e bëjnë se i klasifikojnë të dyja si e njëjta gjë. Në fakt, mentori është një person i cili ndan eksperiencën e tij me ty. Dhe ndoshta atë eksperiencë 30-40 vjeçare që ka arritur me një performancë të caktuar, ti e përfiton për një kohë shumë të shkurtër. Dhe unë i referohem gjithmonë mentorëve të mi, sepse kam shumë mentor në fusha të ndryshme, të cilët gjithmonë na thonë që në mentorship duhet vini të përgatitur, sepse duhet merrni maksimumin nga gjithë eksperienca që ka individi. Mentorët janë shqiptar apo të huaj gjithmonë? Po thuaj se i kam të gjithë të huaj, sepse dhe fusha që unë eksploroj, leadershipi, komunikimi efektiv, inteligjenca emocionale, mindseti, janë fusha të cilat eksperienca botërore i ka shkelur shumë më tepër. Jo sepse në Shqipëri nuk kemi shembuj të tillë, por vetë edukimi im ka shkuar në këtë linjë. Ndërsa coachi është një person
i cili të ndihmon ty të gjesh veten tënde. Nuk të menaxhon, nuk të tregon se çfarë duhet të bësh, por të ndihmon, të faciliton procesin që ti ta gjesh vetë përgjigjen, sepse kur e gjen vetë përgjigjen, motivimi është shumë i lartë. Në momentin që të thot dikush bë këtë, është okej, por është një motivim i paqëndrueshëm, sepse ti nuk e kupton thellë brenda vetes. Në coaching, momenti më i bukur për mua është kur klienti thot, wow, si ndryshova, si u transformova. Që gjen diçka brenda vetes që nuk e kishte menduar kurrë. Një pasion të fshet, një dëshirë. Unë do ta vazhdoja pak të debatin këtu. Deri tani që ne nuk kemi njohur këto terma, të reja që kanë hyrë në jetën e shoqërisë moderne, natyrisht që po hyjnë dhe në Shqipëri. Dhe ne kemi dëgjuar raste kur njerëz të rëndësishëm në Shqipëri kanë një koç. Do të thënë një njerëz që sipas jush e çon atë tek ajo që e transformon vetveten. Coachi synon që të të çojë ty në ato drejtime që të arrish në versionin më të mirë të vetes tënde. Që të kesh sukses, natyrisht. Të një lideri më të mirë, për shembull. Marrim leadershipin. Nëse liderat kanë coach, ato nëpërmjet coaching arrin të kuptojnë konceptet e reja të leadershipit dhe të kuptojnë ndryshimin midis një lideri dhe një bossi. Megjithatë ne kemi raste që leadership të caktuar ka një coach, edhe do të thotë që kanë bërë gjithë gjërat shumë mirë. Varet në çfarë fushë ka popuar. Varet në çfarë fushë kanë punuar dhe jo domosdoshmërisht gjithë coachët janë suksesshëm. Megjithatë bota ka kohë që ja aplikon dhe që vepron përmes atëherë unë doja të thosha trajnimeve të tilla. Që meqense është një emision i mëngjesit dhe që na ndjekin shumë dhe pak a shumë e dim dhe shikuesit e emisionit tuaj, çfarë kategorie janë, që janë të shumt, janë dashamirës edhe tuaj, por njëkohësisht duan dhe të blejnë diçka. Atëherë ne kemi shembuj të plot, dua ta vazhdoj debatin edhe me juve, shembuj të plot të njerëzve të cilët pa patur nevojën e një koçi, ose pa ditur që ekzistojnë koç të cilët të ndihmojnë, kanë arritur të kenë sukses, të transformohen, të qartësohen për jetën e tyre, të vendosin objektiva të reja dhe t'i arrin ato. Po patjetër. Unë, domethënë, edhe kur nuk e kemi njohur këtë term, natyrisht që bota ka avancuar dhe tani, si thua, ka profesionist edhe në fushat të cilët ne nuk i mendonim më përpara. Unë do të bëja një koment këtu të vogël, sepse kjo është një temë shumë e gjerë dhe unë nuk e di nëse Niki po që të vendosim disa piketa. Është një temë shumë e gjerë, po më duhet të them vetëm diçka. Çdo individ ka një nivel të caktuar të vetdijes, të awareness-it që quhet, të ndërgjegjësimit, dhe nuk mund të tejkaloj veten për tej asaj niveli. Pra, në qoftë se niveli i ndërgjegjësimit është këtu, personi do të arrijë atë sukses dhe performancë deri këtu. Coach të çon në nivele të tjera. Tani, që të nisim për ata që na ndjekin më konkretisht. Ka filluar një vit i ri. Të gjithë mendojnë dhe thonë që këtë vit do bëj 1, 2, 3, 4. Dikush i mendon, dikush i shkruan. Është më mirë t'i mendojmë dhe të arrim t'i veprojmë, të veprojmë dhe të marrim, le themi, benefitet në muajt në vazhdim, apo t'i shkruajmë dhe çfarë vlere ka njëra apo tjetra. Unë do të thoja diçka, nëse më lejon. Po. Okej. Nga studimet dhe eksperienca botërore, rreth 3% të njerëzve i shkruajnë objektivat në letër. Dhe pjesa tjetër i kanë në mendje. Problematika është që truri është një organ shumë eficient dhe i shërben asaj detyre që vjen e para. Që të thotë, në qoftë se ti në fillim të vitit ke vendosur disa objektiva që do t'i realizosh, por gjatë rrugës të dalin sfida, problematika, projekte të tjera, kjo gjë fillon lihet në hares. Në momentin që ti i shkruan objektivat, truri fillon dhe fokusohet. Dhe objektivat jo vetëm duhet të shkruen, por ti çdo ditë në mëngjes, 2-3 minuta duhet ti lexosh objektivat për ta orientuar ditën tënde drejt realizimit të tyre. Qoftë edhe këto objektiva ditore, javore, se nuk po flasim vetëm për plane afatgjata. Flasim për objektiva 1 vjeçare.
Një vjeçare. Po flasë për objektivat një vjeçare. Çfarë do ti të realizosh gjatë një viti? Dhe më pas, këto objektiva një vjeçare ti i zbërthen në objektiva më të vogla që janë 6 mujore, javore, e kështu me radhë. Por, ti mund vendosësh dhe një objektiv 5 vjeçar që ta zbërthesh me objektiv viti. Por në rastin konkret, po i referohem një objektivi një vjeçar. Pra, kur ato janë të shkruara, marrin më shumë vlerë, ti i kujton, ti i lexon, ndërsa kur i mendon, ti dhe mund t'i harosh. Po, absolutisht. Ngelet në hares, dhe kjo është arsyeja pse rezolucionet e fillimit vitit dështojnë. Legji personalisht i vepron. Unë do të thoya një gjë tjetër, procesi më i vështirë është procesi të menduarit. Domethënë të kristalizohet ideja se çfarë pretendon të arrish këtë vit. Domethënë kjo është shumë personale nga çdo njeri. Varet nga rrethanat, varet nga gjendja e tij intelektuale, mendore, varet në ç'kushte ndodhet, varet nga mundësitë që do t'i krijohen, pra truri bën, si thua, një analizë aq të madhe, saqë në fund të fundit pastaj e përcakton që nëse unë arri këtë gjë, këtë, për këtë vit unë jam mirë. Zakonisht objektiva të mëdha, ndryshe nga sa tha zonja, unë e mendoj që më shumë janë në trurin e njeriut. Domethënë janë disa objektive që janë të përcaktuara dhe pastaj ne ato letra me të shkruar na duhen kur janë gjërat konkrete që duhet të bëjmë ne për të arritur ata. Personalisht, çfarë qëllimi ke këtë vit? Në familje, në karrierën profesionale? Unë ato shënimet i kam për gjërat ditore. Francezi ka një shprehje shumë të bukur, domethënë në mendjen e kemi për gjërat të mëdha, për gjërat të vogla kemi një laps edhe një letër që i shkruajmë. Tani mund t'i shkruash dhe në telefon. Po domethënë është shumë e mirë. Të shkruajmë diku, sepse ato manifestohen. Kur kam jetuar jashtë, është psikologjia, është mentaliteti, është organizimi i jetës jashtë. Kam patur një nga ato tabelat ku shkruani me një laps me shkumës, siç e themi ne në shqip. Qëllimet e javës të ditës. Çfarë do të bëhesh? Domethënë nesër për shembull do shkoj në takim me prindër për fëmijët, ose duhet patjetër të kam këtë kurs, ose duhet bëj këto blerje, ose kam një takim me një mikeshën, ose ishte një forum, një mbledhje e tjerë. Pra gjërat ditore shkruheshin. Ka dhe tabela të tilla atje dhe shiten në treg, ku janë të ndarë me ditët e javës. Dhe jo thjesht personale, po dhe për antarët e familjes. Për familjen. Ndarje me detyrave, apo jo? Po, ndarje detyrash. Në mënyrë që, si thuash, të futet ajo edukata që familja është, si thuash, një gjë e tërë që bëhet nga individët të cilët kanë detyrime që jeta të jetë sa më normale, sa më e lehtë për secilin, duke bashkëpunuar, duke ndihmuar njëri tjetrin e tjerë. Këto i kam quajtur me shumë vlerë dhe i kam praktikuar unë vetë. Të kanë ndihmuar, i ke arritur qëllimet objektivat që ke shkruar? Ajo është një metodë shumë e mirë, sepse ai që devijon nga familja, që nuk i zbaton ato, ka një kryq atje, që nuk e bëre mirë, edhe që është një lloj paralajmërimi. Këtë e shikoj ke fëmijët e mi tani, dhe ata kanë bërë këtë një tabelë të tillë, ku shkruajmë ndarjen e detyrave dhe njëkohësisht pas në çdo ditë javës, që sot për shembull e ditë të mërkurën kam këtë gjë. Sepse, të më thënë, janë gjëra që jeta tani është shumë e mbushur dhe duhet një administrim nga ana mendore, sesa nga ana, si thuash, veprime konkrete. Duhet ta kesh të qartë se si duhet i bësh gjërat ditën e parë. Në këtë jetën e rrëmujshme që kemi edhe shumë frenetike që kemi të gjithë. Dalin dhe gjërat pa parashikuara. Po gjithsesi njeriu duhet planifikojë. Ka diçka, një dallim midis procesit të menduarit kaotik dhe procesit të menduarit kritik. Procesit të menduarit kaotik do të thotë që ti ke 50, 60, 70.000 mendime në ditë në kaotizëm. Procesi menduarit kritik do të thotë që ti ulesh, reflekton se ti çfarë do të arrish, personi që ti do të bëhesh, dhe vendos disa piketa. I quajmë objektiva, i quajmë piketa, çfarë do. Të cilat mund të jenë në fushën personale, që mund të jenë dhe në atë profesionale. Për shembull, një objektiv që unë i vë vetes, të paktën në moshën që jam tani, është që të jem e shëndetshme, të jem energjike, të mund të bëj gjëra të cilat kam pasion, dhe të kem mundësi deri në fund të jetës time të kem këtë lloj inspirimi dhe këtë lloj pasioni. Por që të arri këtë gjë, unë duhet ta kem objektiv timen vjetore që të ha shëndetshëm, që të ushtrohem, mos bëj jetë sedentare, që të kem mundësi të vazhdoj dhe të mbaj trurin tim në lëvizje. Pastaj, shënimi i to-do list që themi, ditor, shpesher në qonë
atë kënaqësinë që jemi të zënë, apo kemi arritur gjëra. Se ti mund të bësh, unë kam klient që kanë një listë prej 50 gjërash në ditë. Po. Nga cilat Kjo të bën më të rrëmujshëm pastaj. Kjo të bën akoma më kaotik. Pra i shënojnë në letër dhe unë nuk flas për këto lloj objektivash. Këto janë detyrat ditore. Organizimi ditor. Organizimi ditor që është komplet ndryshe dhe një nga arsyet që njerëzit nuk arrin të realizojnë objektivat është se nuk e kuptojnë çfarë është një objektiv. Për mua një objektiv është që të ndihem e lumtur, dhe që të ndihem e lumtur duhet përcaktoj çfarë më bën mua të lumtur, që t'jem për familjen prezente, që të kemi një komunikim mbi bazë dashurie, respekti, mirëkuptimi, që të jem aty për familjen time, që të dedikoj kohën, që të planifikoj sa më mirë kohën midis punës time dhe jetës personale dhe familjes. Dhe kur e kam këtë objektiv përballë vetes time në çdo moment, unë orientohem drejt saj dhe kur tentoj që të dalë ndonjëherë nga vetja, më kujtohet cili është motivi im për këtë vit, që unë të krijoj këtë raport, ose për biznesin të risësh të ardhurat, të risësh numrin e klientëve, çfarë duhet bësh ti, pastaj ti e zbërthen, por objektivat janë si një mision i joti vjetor, pastaj që ti zbërthesh, për shembull, rritja e numrit klientëve ka 1, 2, 3, 4, 5, 10 gjëra që ti duhet bësh, që duhet t'i shkruash. E rëndësishme për t'i shkruar është sepse truri është shumë kaotik në vetvete. Kurse kur ti e shkruan e ke menduar. Unë do të them një gjë që është shumë interesante. Publicitet. Po, e ke gjatë apo ta shkëputim? Atë çka do ta thuash e themi pas publicitetit se është detyrueshëm. Tani rikthehemi shpejt. Ndonjëherë objektivat edhe dështojnë, apo jo, nga rrethana të ndryshme. Kështu që Nexhi kishte diçka për të thënë për këtë. Po, ne ishim pak ditë tek fëmijët. Dhe ata kanë kulturën e belgut. Janë shumë të kujdesshëm për orarin e fjetjes, të zgjimit, çfarë do hanë dhe mundësisht dhe ushqimet duhet të jenë të kombinuara, proteinat, e yndynat, e tjerë frutat, karbohidratet e tjerë, ajo pjata duhet i ketë edhe ngjyrat mundësisht të kombinuara. Kjo është ndërgjegjësia, përshëndetje. Edhe neve për shembull, sado që lexojmë, po është tjetër të lexosh dhe është tjetër të bësh objektiv. Kjo është shumë e rëndësishme. Kur bëhet objektiv, atëherë ndërgjegjësohesh që nuk duhet i shmangesh kësaj gjëre. Edhe neve e kemi ardhur me shumë frymëzim. Do më thënë në Shqipëri, u këthyem në datën 3, edhe që pa tjetër do organizojmë në këtë mënyrë. Si erdhët më të jo, hanim ashtu, flenim në një orar të caktuar, ora 9 fikeshin dritat, se të dy familjet e fëmijëve, se e madhja i 14 fëmijët. Ka një lloj disipline. Po, jo një lloj, po disiplinë tamam, ora 8:30 fiken dritat se do flenë fëmijët, dhe pasaj kur hahet mëngjesi, dreka, darka, pra gjithçka është, si thua, e kontrolluar, e planifikuar, e detajuar, sa dhe kur bëhen blerja duhet jenë blerjet me listë në mënyrë që për gjithë ditët e javës e planifikuar në mendjen e tyre që çfarë do konsumohet si ushqim, që të jetë një ushqim sa më i shëndetshëm. Unë do diçka këtu që ju thatë, kemi informacion, por nuk i zbatojmë. Dhe unë shpeshherë këtë e aplikoj me klientët e mi, se kur thonë e di, unë i them më trego rezultatin. Ti mund të dish diçka, por kjo nëse nuk e zbaton, do thotë që ti nuk e di atë gjë. Edhe ne u kthyem me shumë entuziazëm ditën e parë, ditën e dytë, bëm pazaret, i kemi ndërtuar ato pjatat kështu aq bukur. Siç jo bënte Nusja në Belgjik. Nusja atje. Dhe një ditë, 2 ditë, mbrëm pasaj e lajmëruar burrin tim për një rast që do të shkonte si avokat për mbrojtje ligjore se nuk fliste klienti pa qenë i pranishëm i avokat. I ku fletëm 3 të natës, u shëmp sot plani, u prish objektivi, tani duhet patjetër që sot të gjej kohën e duar që ta rivendos atë ekuilibër. Mendon se do ta kesh? Në mendjen tim, jo, do ta bëj së zbëna. Se jemi kthyer nga ande me bark të sheshtë, me shumë energji, isha gati të vrapoja, ndërkohë që këtu në ditët e fundit të dhjetorit ndjesha shumë e lodhur. Po të them edhe një gjë, këtu të detyrojnë ose si thua, pesha e presionit politik, e debateve që ndodhin, e kronikës së zezë, e një shoqërie që ku ti
e një vendi ku ti nuk me zigjen parkim. Që do të kalosh kështu të doja që ta përmbledhja pak, doja të thoja që në momentin që ne kemi një nivel të ndërgjegjësimit të tillë, ne nuk lejojmë gjërat nga jashtë na afektojnë pavarësisht që kanë impaktin e tyre, po ne kemi fuqi të minimizojmë. Ne kemi fuqi të minimizojmë. Shumë herë gjatë ditës përpara mbajnë televizorin hapur. Më të sa ju janë shpi me njerë. Tani jo, e vendos, e fik televizorin, marr librin, unë nuk mund të lexoj nëse dëgjoj një zë tjetër në televizor. Kështu që e kam vendosur marr librin ditën me muzikë, hap televizorin, muzikë dhe bëjmë gati për ditën. Ose planifikoj kur do dalë, sa do eci, do më thënë, i kam bërë tani rregull, do t'i bëj dhe më shumë, sepse dhe për mua prioritet këtë vit, se Elbet e me moshe kupton dhe më shumë rëndësinë e shëndetit, tjetër të jem më shumë e pranishme për nipin dhe për mbesëm, ata të vegjël, por dhe për 6 nipë mbesa që janë gjithsej, do më thënë, duhet të udhtoj, ose duhet i pres të shumë mirë, t'ju krijoj kushte që ata, se thua, ta ndjej më shumë aromën e Shqipërisë. Natyrisht punët e mia në televizion janë, e kam filluar që nda 4, i kam në mendjen time. Mund të më dalë dhe ndonjë gjë tjetër gjatë rrugës, se nuk i di e tjetër, s'ka surpriza. Problematika është që nëse ne nuk jemi të fokusuar tek objektivat janë të destinuarat të dështojnë, dhe dështoj disa pika këtu. Ndrimi kalendarik i viteve, pra kalimi nga 2025 në 2026, nuk do thotë se ne na ka ndryshuar truri. Truri është po i njëjtë, jemi po të njëjtë, ka ndryshuar vetëm data kalendarike dhe këtë duhet ta mbajmë mend. Që do thotë, ne duhet punojmë me veten, nëse duhet të arrijmë diçka që nuk e kemi, duhet bëjmë diçka që nuk e kemi bërë. Tjetri që është një element shumë i rëndësishëm është që objektivat janë me koshiencë, janë logjike, dhe pjesa që ne na saboton është pjesa e subkoshiencës, që përbën gati 95% të asaj që ne na drejton në të përditshmen. Dhe ne duke punuar me veten, duke ndryshuar zakonet e përditshme. Nëse një njeri do të bjeri në peshë, nuk mund të bjeri në peshë me gjithë praktikën dhe rutinën që ka ndjekur në 2025-ën. Duhet të ndryshoj diçka, zonja përmendi mënyrën se si fëmijët të organizohen, dhe kjo është një nivel ndërgjegjësimi shumë i lartë për shëndetin. Një pjesë e madhe e njerëzve thonë nuk kam kohë. Dhe unë pyes, nuk e kohë për të jetuar, sepse koha është jetë. Dhe nëse ti thua nuk kam kohë, do thotë nuk e kohë për të jetuar. Është ajo që thatë ju që unë ngrihem 1 orë përpara, se duhet të ngrihem normalisht, që përgatitem dhe arrit të realizoj ato çka duhet të bëj. Një element shumë i rëndësishëm është përgatitja. Nëse ti, supozojmë, po e marr shumë më thjesht, do të biesh në peshë. Do të biesh në peshë është një objektiv që dikush mund thotë që është mbi peshë, dua të bie 30 kg në vit. Ti do ta ndash këtë objektiv në objektiva më të vogla, që do të thotë 2.5 kg në muaj, që do të thotë 600 gram në javë, që do të thotë 100 gram në ditë. Atëherë, nëse truri ti thua duhet bie 30 kg, apo duhet bie 100 gram në ditë, kë do pranoj të parën? 100 gram në ditë, absolutisht. Pjesa tjetër është që ti duhet përgatitesh. Ç'do thotë përgatitja? Që kur bën shoppingun të blesh gjërat që duhen. Ama unë përdor një teknikë përpara se të bëj shoppingun e madh, që shkoj gjithmonë e ngrënë. Sepse nëse shkoj e uritur, unë blej ushqimet e gabuara. Dhe kjo është shumë e rëndësishme, përgatitja gjatë javës, sepse ti nëse nuk i ke ingredientët në shtëpi, motivimi bie dhe thua nesër. Nëse ke thënë nesër, do thotë që kjo gjë do të shtyhet. Kjo duhet ajo letra e shkruar. Jo, ajo është. Biles kur kam vajtur që në të shatë në Belgjik, atëherë gjëja më e parë që më ka thënë, e para mos e thyej lekun 1000 franga ishin atëherë, se s'ishte kaluar euro. Sepse e theve ajo shumë shpejt, do më thënë do t'iki. Do më thënë ti mundohu që të bësh blerje të tilla që ta kursesh atë të madhe dhe ta gjesh kohën kur duhet shpenzuar ai leku i madh. Dhe e dyta, kur mos shkon në supermarket e pa ngopur. Sepse asyri jot i kërkon të gjitha. Sepse truri është tahmaqar. Asyri është tahmaqar dhe nga që je e uritur të duket sikur të tëra të duhen. Dhe ajo që është rëndësishme, unë gjithnjë planifikoj, biles që në darkë, kur e di që do dalë të nesmet, se çfarë më duhet në treg, planifikoj dhe i shkruaj se çfarë më duhet. Nuk shkoj kur në një supermarket. Jo vetëm harron, jo vetëm ajo, po nëse do hysh në një supermarket, ti të kërkosh, po bëj pazare, të tëra të duken sikur janë të rëndësishme për familje. Ti do marrësh atë që të duhet, sepse dhe ta furnizosh shtëpinë me gjëra të tepërta, të cilat je detyruar që dhe ti hash. Ashtu si ajo mamaja, e cila çdo gjë që lë bebja e fut në gojën e vet.
dhe pastaj thotë pse u shëndosha. Unë do të ndaj një sekret kur shkoj bëj pazarin në këto marketet e mëdha, për shembull kjo Spari ose Konadi këtij. Departamenti i parë ku unë shkoj është ai fruta perimeve. Bëj pazarin aty, mbaroj gjithçka që më duhet, pastaj filloj shkoj tek bulmeti, shkoj tek mishi dhe tek gjërat e tjera që vinë në atë piramidën. Kjo renditje po e piramidës që vinë në piramidë sa më pak dhe të nevojave të më pak. Pra, nevoja e konsumit më të madh që ne kemi është ajo përbërja e një pjate që është proteina, është perimja, pak karbohidrat dhe ngjyrna që janë shumë të rëndësishme. Edhe shumë e rëndësishme që ndoshta duhet ta themi është porcioni ose sasia duhet të jetë më e vogël. Sot diskutimi më i madh në botë kur vjen puna për shëndetin është që porcionet duhet jenë më të vogla. Mbaj mend kur erdhën, kishim disa vite që jetonin jashtë fëmijët dhe kur vinim në shkollë në restorant edhe porositin biftek edhe silte 4 copa biftek. Ato hapin sytë që si ka mundësi në një pjatë të vendosin 4 copa bifteku, si mund të hajë një njeri 4. Do të hajë njërën dhe pastaj të plotësoj me gjërat e tjera. Bires për të atë një kuriozitet fundit, unë isha për kontrol mjekësor ditët e fundit, dhjetorit, dhe më thotë ai mjeku, më thotë, shiko, do të kesh shumë kujdes për kolesteronin. Edhe më dërgon pak dal nga dera e mjekut, më thotë mua, më dërgon një artikull të gjatë, edhe ku më thotë që se çfarë duhet të ha dhe një kohë porcionet. Dhe më thotë, një copë mishi, kaq. Si që bërë me do të kaqë. Sa është plumba e dorë? Një makarona oris patate, një dorë. Një dorë në pjatë. Dhe kurse salatët e ndryshme, do t'jenë dy grusha. Edhe tani sa herë që vendosim pjatën e llogarisim do të ndalën që raport janë. Kjo nuk ka nevojë të shkruhet, se ke plumbullën e dorës. Po jo, kjo është një temë shumë interesante dhe në fakt ka të bëjë shumë me edukimin e popullsisë. Se ka të bëjë me ndërgjegjësimin dhe me edukimin. Ne duhet ta mbyllim bisedën, unë ju falenderoj dhe ju uroj një vit të mbar, edhe le të realizohen të gjitha objektivat që keni shkruar apo menduar. Do të kemi rast dhe vite sa po kanë nisur, kështu që do ta kemi edhe në objektivin tonë për të dhënë informacione më të dobishme ndërgjegjësuese për publikun që na ndoqi sot. Faleminderit që jemi nesër.